A më dush më nga të regu pak ku janë ato dallime dhe si e ndjen ti vetën kur bën skeme ekstrem? Po, skemi ekstrem ka të bëj me skemi jashtë shtigjeve në bord fell në për shtigje shumë të pjerta, vene ekstreme, si për shembull me ungjitën majet këtëne maleve mbrapa neve, edhe mulshu me skia, po ngjitja bëhet pa teleferik, pra do të ngjitet me këmbë ose me skia që i kanë lëkurat për funi. Pra është një sport goxha ekstrem, do të me qenë i përgatitur shumë, sepse do të ecësh me gjithë ato pajisje deri në maje, e mandej të lëshosh me ato pajisjet e njëjta. Une kom pas eksperiencat të ndryshme gjatë lëshimeve me grupin tim ose shoqnin teme që e bëjmë në Brzovice dhe në venet ndryshme, gjë që kom pas edhe disa eksperiencat këqija. Për shembull, më ka zonë Orteku në vitin 2006, ka qenë 3 mars 2006, ku në venin shtegu i Shqiponjës, që është një ndër shtigjet më të pjerta në Brzovice, më ka zonë Orteku derisa isha me 2 Amerikan. Edhe më kom qenë në Rbor. Mandej, mas shumë viteve, edhe disa persona kanë pësu aty. Unë kom pas fat me mbjetu atë, si me thonë, ngjarjet keqe. Po, më ka mush men që për hera tjera me qenë shumë ma syqel deri sa lëshona. Pra, jom ma vigilent gjatë lëshimeve, mirë po e dua shumë. Do me thonë, na si ekip shkojmë në për venet të ndryshme, Kosova ka fatmirësisht një numër të madh të maleve, cilat ne i shfrytëzojmë për lëshime, edhe që na kënaqin. Po, për lëshim që që bëjmë ne, nevojitet një eksperiencë minimum 2 dekadash. Pra nuk mundet me ardhë çfarë do skitari me skiu me neve në snonieri, po flas, ose në, si me thonë, me ju bashkangjit grupit të këtëre ekstremistëve që janë pak në numër. Muj me thonë dikur rreth 10 ose 20 që bëjnë skem shumë profesional. Edhe duhet me pas veshmbathje adekuate, veçanërisht çantën airbag që të shton në raste nëse vjen deri te Orteku. Do të thonë airbagi është ajo pajisje që e çet në shpinë, edhe nëse të zën Orteku, pra bora që lëshohet, si mu që më ka zonë edhe unë nuk kom pas airbag, po fatmirësisht kom pështu, ai airbagi fryhet edhe të mban përmi sipërfaqe. Kështu që edhe pështon. Për atë rast do të me pas edhe airbag se cili që vjen me neve në për këto ekspedita. Po cila është ndoshta këshilla që ti ja thu më së shpeshti dikuj që dëshiron të kalojë nga skimi normal në atë skimin ekstrem, si e bën edhe ti? Në disa raste i kemi marrë ata persona, kemi thonë, okej, ky skion mirë në shtigje ose në pistë, besoj se mundët me ardhë me neve. Po kemi pas gabim, se kemi pas raste para 10 vjete ma heret, që kanë pësu lëndime, se si kanë pas skijat adekuate, që janë speciale, se janë ma gjana, edhe ato të ndihmojnë me nejtë për mi borë. Kështu që tash, si me thonë, prej ati viti 2017, na kemi vendosur që mos me marrë çdo person që don me ardhë me neve, po e bëjmë një test, i shohim se a i ka pajisjet adekuate, a mundet me hec me neve me lëkura deri në maje, a i ka airbagin që është ajo pajisja që e pështon jetë, edhe a është vigilant gjatë ecjeve ose lëshimeve.